askush nuk e thotë dhe nuk e zën, ose vetëm disa mjek, disa doktor e kanë vënë në botë, është një bakter që shtej të rëndësishëm në zonën tonë, që kemi një mungesë të jashtëzakonshme, arkemasin. Është bakteri mirë apo bakteri keq? Bakteri mirë. Edhe pse është 1 deri në 5% të gjithë baktereve tona, pra në total në saj kaq është, më parë ka qenë rreth 4,4-5% në zonën tonë. Sot mendohet që është diku 1,5%. Tek njerëzit që janë me tumore, pothuajse nuk ekziston fare, ose është shumë i drobitur. Ky bakteri është i lidhur me bipeshën, ky është i lidhur me diabetin, ky është problemi me gjendrat hormonale, ky është i lidhur me problemet e animisë, ky është i lidhur me shumë sëmundje të tjera kronike duke filluar që nga hipertensioni. Edhe nga elementet kryesor është dhe kanceri, sepse është ky bakter që inkurajon qelizat epiteliale të zorës që të krijojnë një stres që quhet mucin. Shtresa e mucinës është një lëndë që forcon mukozën e zorëve që mos krijen probleme të inflamacionit.